Zamir Mane futet në listën e Forbes të njerëzve më të pasur të botës. Sipërmarrësi, Zamir Mane është shqiptari i parë që futet në listën e revistës Forbes. Revista prestigjioze Forbes për çdo vit publikon listën e njerëzve më të pasur të botës. Në këtë listë renditen 3028 miliarder nga gjithë bota, rezultatet e së cilës janë plotësuar nga çmimet e aksioneve dhe kurset e këmbimit që nga 7 mars 2025, mes tyre renditet edhe shqiptari Zamir Mane, i cili mban vendin e 2356 në listë. Revista prestigjioze ka vendosur në faqen e saj profilin e pronarit të Balfin Group, Zamir Mane, i cili renditet si një ndër miliarderët e gjithë botës. Sipas Forbes, Zamir Mane ka një kapital me rreth 1.4 miliard dollar. Kujtojmë se Mane është themeluesi dhe presidenti i Balfin Group, një konglomerat investimesh në qendër të Tiranës, Shqipëri. Mane u largua nga regjimi komunist i Shqipërisë në vitin 1991 dhe u transferua në Austri si refugjat. Ai hapi dyqanin Neptun, që ishte një zinxhir dyqanesh elektronik në Shqipëri, në vitin 1998 dhe u kthye në vitin 2005 për të hapur qendrën e parë tregtare në vend. Balfin zotëron gjithashtu pronat paluajtshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Austri, si dhe parqe logjistike dhe një universitet privat në Shqipëri.